Vladimir Tomić dhe protiv Dušan okrivljenih Maksimović Vladimir Tomić, Dušan Maksimović i për vezat penale të përcaktuara në këtë akuzë. Za krivična djela koje su određeni u ovoj optužnici Dyshimit zbog të bazuar njështë ka për vepra penale kryrja veprës terroriste, izvršenja i terorističkog sankcionuar djela. në nenin 129 paragrafi 3 dhe paragrafi 1, Stav 3 sa stav lidhur 1. me nenin 128 U paragrafi vezi 1, sa član 128, pika 1.1, stav 1.1.1.1.1.1.1.1 të kodit penal të Republikës Krivičnog Kosovës. zakonika Republike Kosovë. Konstatoj prezencën e palëve Konstatoj prezencën e palëve në shqyrtimin sotëm gjyqësor. Prezenton prokurori nga Prokuria Speciale e Republikës Kosovës në Ema Bazi. Specijalnog tužilaštva Republike Kosova na Ema Bazi. Blagoj Spasojević, prezent. Advokatin Ljubomir Pantović. Advokat Ljubomir Sipas Pantović. autorizimit. Vladimir Tomić, prezent. Vladimir Tomić prisutan. Advokatin Miloš Delović, sipas autorizimit. Punomoćju. Dušan Maksimović, me advokatin Jovana Filipović. Prakticën Jovana Filipović. Përfaqësues të palëve të dëmtuara për Alban Zastupnici oštećeni Rashiti Naim Rodari, se dhe për Qerim Shaqiri, advokatin Gjesiona Ismaili, nuk është prezent advokati palës të dëmtuar Lubinje dhe Jetë Lumbonjoka, advokati Arjanit Koci. Trupi gjykus është përbërje të njëjtë. Sudsko veće i u istom sastavu. Burim Kafexhiu është përkthyesi i gjykatës së bashku me Mirvete Tullari. Prisutni su i sudski prevodioci. Dëshmitare Dragana Antonijević është paraqitur. Svedokinja Dragana Antonijević, da li je prisutna? Dragana Antonijević. Dragana Antonijević. Si duket nuk është paraqitur dhe nuk isha konfirmim është. Kako izgleda nije prisutna, nisam imao neku potvrdu da neće biti prisutna. Mbas provat që deri me tani ka pranuar gjykata, Na osnovu dokaza koje smo do sada ka dobili, pranuar në mënyrë të rregullt. ista nije primila uredni poziv, konkretno, Për të dëshmitaren e ka pranuar ftesën do të bëjë soj Dragoljub Antonijević. za svedokinju poziv je primio njen otac, Dragoljub Antonijević, I cili në një farforme e kalon të hapur mundësinë se do të paraqitet në seancën e koji akuzimit na neki način je ostavio kao otvorenu mogućnost da će ona biti prisutna na današnjem ročištu, por në rastin e pranimit të ftesës ka deklaruar se njëjta gjendet në Serbi. ali tokom prijema tog poziva on je izjavio da se ista nalazi u Srbiji. Po ashtu ka cekur një datë kur do të mund të kthehej. Također je naveo jedan datum kad ona će se vratiti. Për këtë dëshmitare, gjykata konsideron se Za ovu svedokinju sud smatra nuk ka arritur që të arsyetojë mungesën. da nije uspjela da obrazloži svoje odsustvo. Gjykata ndërkohë do të pret. Nëse do të këtë arsyetoj këtë mungesë në bazë Sud të će u dokumentacionit međuvremenu čekati da li će ona obrazložiti Apo thënieve. odsustvo apo thënieve të besueshme ili njih, znači navoda koji su poverljivi, dhe pas kësaj do të marrë vendim i nakon toga ćemo nëse njëjta do shoqërohet rješenje da li će ista përmes organeve të policisë apo da li će isto dolaziti Do ti putem dërgohet ftesa praćenja për sebe. organa policije ili pa ćemo poslati këto izvršni poziv. kushte nuk do të mund të vazhdojmë seancën e sotme. U ovim uslovima ne možemo nastaviti sa sudskom ročištem. Në seancën e radhës do të dëgjoj dëshmitarin nga Republika e Maqedonisë. Na naredno ročište bit će saslušan svedok iz Republike Makedonije. Gjykata me kohë përmes bashkëpunimit juridik ndërkombëtar ka vënë përmes Ministrisë së Drejtësisë ka vënë kontaktin me autoritetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sud je blagovremeno putem Ministarstva pravde, znači kontaktiraju sa organima Severne Makedonije. Para datës kur do të lidhemi me gjykatën atje, do të bëjmë një check I prije datuma da se povežemo sa sudom tamo, mi ćemo već kontrolisati, po do të bëjmë një provë, znači dhe të jemi të gatshëm për datën 27. izvršit ćemo probu i da vidimo da li su spremni za dan 27.
Proces verbali në seancën e nëshumëshimit me datën 27 tetor. Zapisnik znači potpišite vidim se 27. januara. 27. oktobra. Bardzo.